Erion Braçe ka deklaruar se do të kandidoj për Bashkinë e Tiranës dhe edhe pse nëse Partia Socialiste nuk e kandidon si kandidatin e kësaj partie, atëherë ai ka deklaruar që do të kandidoj si kandidat i pavarur. Si e shikoni këtë lëvizje të zotit Braçe dhe sa të mundur e shikoni këtë hap të tij? Atëre, pyetja e parë që unë do i përgjigjem është kjo. Pas zotit Rama, kush e ka radhën për të drejtuar Partinë Socialiste? Zero. Pas zotit Berisha, kush e ka mundësinë të drejtoj Partinë Demokratike? Zero, nuk ka. Pra, duke qenë se kemi dy kryetar partie që nuk kanë një person që të trashëgojnë drejtimin e partisë, dhe nga ana tjetër, sot, po nga dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, nuk ke një emër konkret për të kandiduar për kryetar Bashkia e Tiranës, sigurisht që zoti Braçe gjen momentin që brenda Partisë Socialiste të iki vëmendja e konfliktit artificial dhe të shtrohet si diskutim kush do të marrë ose më mirë bekimin për të kandiduar në zgjedhjet lokale të 2027-s. Pra, e gjithë loja e konfliktit tani e tutje do fillojë të pozicionohet tek kandidatura. Dhe tek kandidatura, sipas një informacioni jo zyrtar që un kam, zonja Spiropali para një kohe të gjatë, para se zonja Manastirliu të ishte kandidate për kryetari i Bashkisë së Tiranës, ka shprehur në mënyrë indirekte dëshirën e saj për të kandiduar në zgjedhjet lokale për kryetarin e bashkie. Sigurisht ajo nuk është se ka thënë në mënyrë taksative që unë dua, por e ka lënë të hapur pse jo mos të kandidoj. Pra, e thon troç, tani e tutje do të shikoni që një individ që vjen nga radhët e Partisë Socialiste, zoti Braçe, do të përpiqet të bëjë sikur po bëhet një konkurrencë e brendshme brenda Partisë Socialiste dhe nga ana tjetër ai do të vendos veten e tij në pozita kandidimi për të marrë bekimin nga zoti Rama, por nga ana tjetër do të kemi një sfidë brenda Partisë Socialiste për persona të tjerë të cilët duan që të marrin bekimin e zotit Rama për kryetar Bashkisë së Tiranës. Por tani qëndron një konflikt. Konflikti është ky. Zonja Spiropali, në rast se merr në fund fare, pasi të ketë mbaruar betejën konfliktuale, strategjike, fraksionesh, grupimesh brenda Partisë Socialiste, mundet të marrë edhe një pjesë të grupimit të zotit Erion Veliaj, që zoti Rama të jetë më i sigurt që në Bashkinë e Tiranës me kandidimin e zonjës Spiropali të shkojë dhe të marrë ose më mirë të rimarrë në zgjedhjet 2027-s Bashkinë e Tiranës bashkë me Erion Veliaj, sepse mos harroni një fakt konkret. Zoti Veliaj mund të jetë në burg, mund për disa të quhet marke djegme politike, por mos harroni se zoti Veliaj ka qenë kryetar Bashkia e Tiranës në 3 mandate radhazi. Pra, në politik nuk ikën kaq shpejt mbështetja politike kur ti ke qenë në mandate her pas here dhe ke qenë në harkun historik politik të vendit nga 2013 në vazhdim në krye të disa dikasterëve. Pra do të thotë që zoti Braçe po luan një lojë tjetër që është përsëri e bukur, jo e rrezikshme për shkak se ka shumëllojshmëri emrash të cilët do të përflikiten për kandidim, por mos harroni faktin që momenti që do të vendoset që kush do të kandidojë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës e ka zoti Rama në rast se deri atëherë në 2027 do të jetë kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit. Pra, skenari i konfliktit, skenari që ne tani po bëjmë një parti demokratike në aspektin demokratik flasë, pra në struktura demokratike, në vendimarrje demokratike, votojmë brenda vetes sepse po jemi drejt zgjedhjeve brenda partisë, strukturimit kryesia, asambleja, të gjitha këto na duhet patjetër të hapemi brenda shoqërisë, pavarësisht se ne jemi të kyçur brenda pushtetit ekonomik dhe pushtetit ekzekutiv. Por
E vërteta është që zoti Braçe po shpik një artific tjetër që të ftoj në sfida brenda Partisë Socialiste edhe Elisën që do jetë kundërshtarja, se kam një problem të syri, edhe kundërshtarja Edi Ramës në raport me atë që zoti Rama vazhdimisht bën që unë jam Partia Socialiste dhe për mua jenë në pushtet, se po mos isha unë, Partia Socialiste nuk do të ishte në pushtet. Ky është një mashtrim statistikor në rast se duam t'i referojmë, por nuk është momenti, në një moment tjetër do ta diskutojmë. Por zoti Braçe përpiqet që të shuaj në sy të publikut dhe brenda Partisë Socialiste konfliktin e zonjës Spiropali me zotin Rama, që në fund fare të sfidoj jo vetëm zonjën Spiropali, po KD që don të kandidojë në zgjedhjet lokale me mbështetjen e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës. Zoti Zhlima, mediat kanë raportuar një përplasje të ashpër ose më saktë një reagim mjaft të ashpër të zotit Rama ndaj Elisës Spiropali deri në kërcënime që ti s'ke portfolio asnjëherë dhe çau dil jashtë, edhe përplasje me Damian Gjiknurin që hiqa telefon se ti e mësuar të përgjosh. Çfarë po ndodh realisht brenda Partisë Socialiste? Partia Socialiste është në një situatë konfliktuale në sy të publikut për shkak të burimeve të fundit që dalin nga mediat. Por e vërteta është, a është Partia Socialiste në një konflikt real apo imagjinar, apo një konflikt i stisur, i mirë menduar nga zoti Rama për të skanuar grupet armiqësore brenda Partisë Socialiste. E gjithë diskutimi besoj se duhet shtrohet këtu, pra a kemi një parti politike edhe Partia Socialiste e Shqipërisë është në një situatë lufte? Unë mendoj paraprakisht që jo, nuk është një luftë e cila është reale, por është një luftë e stisur nga zoti Rama me bashkëpunimin e zonjës Spiropali. Arsyeja është që ajo të ketë mundësinë të skanojë dhe të shikojë që kush nga grupet brenda Partisë Socialiste janë ato që synojnë të bëjnë një revolt të brendshëm të kryetarit të partisë të zotit Rama, që në fund fare ajo të sinjalizojë zotin Rama se ishte kemi të bëjmë me tradhtar të cilët synojnë karriken e kryetarit. Por ky skenar është shumë i mirë organizuar dhe mirë menduar, por ka një defekt i cili nuk do të jetë në favor të zotit Rama, se në momentin kur zonja Spiropali do të marrë një akses ose një mbështetje më të fuqishme nga grupet rivale brenda Partisë Socialiste, zoti Rama nuk ta ketë mundësi ta komandojë dhe të shpiki artificën e radhës që spaku do të hetojë zonjën Spiropali ose njerëzit e saj të përfshirë në afera të ndryshme korruptive të dyshuara për ne, por e vërteta është që spaku gjithmonë kur vepron gjithmonë në porosi të zotit Rama. Pra, konflikti i organizuar është një konflikt i cili na tregon qartazi një goditje brenda radhëve të Partisë Socialiste, por ne duhet ta shikojmë këtë situatë më vonë, sepse tani kemi të bëjmë me përplasjet e para, kemi të bëjmë me persona të ndryshëm si zonja Spiropali, zoti Hoxha dhe zoti Gjiknuri, që janë persona të cilët në rast se ne do t'i marrim të mirëqen që kanë kundërshtar dhe përgjojnë dhe dërgojnë tek të tjerët të dhënat, unë lind një pyetje shumë e thjeshtë, por përse duhet të dali emri i tyre në publik dhe kush ka qenë tradhtari që ka tradhtuar në fund të fare këtë konflikt që kanë pasur brenda asamblesë Partisë Socialiste ose grupit parlamentar. Pra, avokat ju po thoni se kush e ka nxjerrë këtë informacion nga grupi parlamentar? Pra, do thot në rast se ti paske thënë që Damiani që ka përgjues, Hoxha që ka të tjerë që ju duan të keqen edhe Gjiknurit, edhe Spiropalit, edhe Ramës. Pra do thot që ekziston një grup tjetër, një pakt tjetër midis grupeve të ndryshme në Partinë Socialiste që nxjerrin të dhëna, të cilat janë o të dhëna të organizuar, të mirë menduar për të dalë në publik sikur kemi të bëjmë një konflikt, ose kemi të bëjmë me një konflikt i cili shuhet vetëm me prezencën dhe ndërhyrjen e zotit Rama për të ndaluar konfliktin të bëhet nga ai imagjinar në real, dhe në fund fare ne shikojmë që dalin të dhëna konfliktuale brenda mbledhjes së Partisë Socialiste. Pra do të thotë që këtu
diçka nuk del mirë nga ajo çfarë duan ata të përcjelljin në publik, sepse në fund fare mos harroni ju, keni edhe grupin Balluku, keni grupin Veliaj, keni grupin pothuajse të mbaruar në aspektin politik, po pse jo edhe një pjesë e vjetër e Partisë Socialiste që është akoma e përfshirë me rilindje për shkak të singlës së Partisë Socialiste. Grupi Xhafa, mos harroni. Pra grupi Xhafa është një fraksion i cili vjen nga Partia Socialiste e vjetër, vjen nga Partia Socialiste e Fatosnanos, vjen nga Partia Socialiste e figura të vjetra të Partisë Socialiste ku kanë qeverisur vendit. Pavarësisht se zoti Rama këto figura i ka dhënë tek fëmijëve të tyre ose tek ata vet disa PPP, por e vërteta është që edhe ata kanë një fraksion të heshtur. Pra, Partia Socialiste nuk ka brenda vetes fraksione të deklaruara, po ka fraksione dhe grupime të brendshme të padeklaruara, të heshtura, duke bërë edhe ato luftën e tyre. Mos harroni se disa figura të vjetra të Partisë Socialiste sot po të shikojmë në disa deklarata të tyre në faqet e tyre në Facebook, do të shikoni që kanë bërë disa reagime kundër drejtimit të Partisë Socialiste, si për shembull Arben Malaj dhe mos gaboj zonja Meksi. Pra, këto dy figura mund të jenë shkëputur nga drejtimi i Partisë Socialiste në kohën e zotit Rama në keqeverisjen nga 2013 në vazhdim, por mos harroni faktin që ata janë antar Partisë Socialiste për shkak se ata nuk ndahen dot për shkak se zoti Rama nuk e ka vendosur në një karrige pushteti. Por ndikimi që ata kanë tek figurat ose tek antarësia e vërtetë e Partisë Socialiste është tregues i qartë se aty diçka në dy dimensione. Pra, në konfliktin artificial që vendos Rama me Spiropalin, dhe dy, në konfliktin e vërtet që figurat e vjetra të Partisë Socialiste kanë konflikt të drejt për drejt me zotin Rama. Kemi këto dy raste. Mos harroni dhe një fakt tjetër. Në momentin kur zonja Spiropali fiton terren dhe nga fitimi i terrenit që ka marrë, pavarësisht se ka bërë një pakt me zotin Rama që të bëhet sikur është e goditur nga zoti Rama, ajo mund të përfitojë në të vërtetë mbështetjen e atyre të cilët janë të zhgënjur nga zoti Rama dhe nga drejtimi se si Partia Socialiste përecën. Pra, duhet tani ta shikojmë konfliktin me dy skenare. Skenari A dhe skenari B. Tek skenari B është ajo e vërteta, pra çfarë? Spiropali merr në fund fare një grup të konsiderueshëm kundërshtar të zotit Rama, po zoti Rama do të jetë në një situatë që nuk mund ta përballojë dot, për shkak të fuqisë që mund të ketë marrë zonja Spiropali nga figurat dhe grupimet dhe fraksioneve të heshtura brenda Partisë Socialiste. Avokat, ka pasur një reagim. Ka pasur një reagim para se të shkojmë të fundit. Elisa Spiropali ditën e sotme në rrjetin e saj në Instagram, ku thotë, ta lexoj eksaktësisht, mbaju fytyrën nga drita dhe jetë mbeten pas. Dhe ka publikuar një foto të saj. A është një mesazh i koduar ndaj zotit Rama, apo është akoma në atë çfarë thoni ju në, po themi, drejtimin e kontrolluar të publikut se çfarë Rama do t'i japi publikut? Pra, jemi te kjo e dyta fillimisht, pastaj në një situatë tjetër që do krijohet brenda Partisë Socialiste, një konflikti tjetër, aty ne do të shikojmë se si do të pozicionohet zonja Spiropali, sepse doni nga ana ime një veprim ekstrem të zotit Rama kundrejt zonjës Spiropali, në momentin kur ajo nuk vajti tek seanca plenare për të votuar për imunitetin e zonjës Balluku, dhe duke qenë se zoti Rama ka 83 deputet plus 3 të Tom Doshit, ka 86. Zoti Rama, në rast se pas ka pengesë zonjës Spiropali dhe pas ka një person që po i krijo ka një problem brenda partisë, me një vendim të kryetarit e nxjerr jashtë grupit parlamentar socialist zonjën Spiropali. Zonja Spiropali nuk është një figurë e vjetër në Partinë Socialiste në kuptimin që ajo ka qenë para 91-shin dhe pas 91-shin. Zonja Spiropali ka vajtur në Partinë Socialiste, mos gaboj, bashkë me grupimin e Erion Velis.
Zoti Rama e kishte shumë të lehtë të bënte një veprim dhe ta nxilte jashtë grupit parlamentar, për shkak se ajo nuk u bind shumicës dormuese të grupit parlamentar për të refuzuar autorizimin për zonjën Balluku. Pra, ne në rast ta shikojmë në aspektin e asaj që themi që kryetari është mbi të gjitha në Partinë Socialiste dhe kjo është e vërtet, zoti Rama duhet ta kishte marrë si iniciativë këtë gjë. Dhe jo të presi të agravohet situata dhe të dalin këto mesazhe, unë shikoj diellin ndërsa hihet le të mbeten pas meje, sepse ju duhet kuptoni diçka. Zoti Rama është Skënderbeu i zotit zonjës Spiropali. Ky është një fakt konkret. Ajo i ka bërë lavazh. Është si ato lavazhierë që Avokat bën lavazh. ishte, se s'është më besoj, s'është më Skënderbeu, ishte, ka ndryshuar. Ti shkoj Spaku, ta hetoj atë dhe familjen e saj, dhe ta hetoj atë kur ajo ka qenë drejtuese e doganës, atëherë do të flasim që ishte ky person pranë zotit Rama edhe konsideronte Ramën si Skënderbeu. Por, duke qenë se situata është pak më e vështirë edhe më e rrezikueshme brenda grupimit në Partinë Socialiste, zonja Spiropali në këto momente përpiqet të krijojë një leadership. Pra, po përpiqet të krijojë një leadership në Partinë Socialiste. Por kjo nuk është gjë pozitive për zotin Rama. Pse nuk është pozitive? Sepse sigurisht që të gjithë të tjerë do thotë do shkojmë tek personi i cili po krijon leadership dhe do bëhet më i fortë se zoti Rama. Dhe midis zotit Rama dhe zonjës Spiropali do konkurroj forca dhe përplasja midis palëve. Por zoti Rama nuk duhet ta pranojë këtë gjë. Pse? Se në rast se zonja Spiropali, nga ata të cilët janë të zhgënjur me zotin Rama, dhe ata të tjerë të cilët presin nga zoti Rama, po nuk ka dhënë asgjë, dhe zonja Spiropali i premton atyre se do të bëjë diçka kur ajo do të marrë stafetën, sigurisht fuqinë e fiton sigurisht zonja Spiropali, se zoti Rama është i provuar, pra që ka humbur besimin nga njerëzit dhe në fund fare ai ka zhgënjur shumë njerëz se në fund fare nuk ka bërë asgjë dhe kjo është e provuar për të zhgënjyerit. Pra, e gjitha kjo që po krijohet në këto momente është një konflikt artificial i cili do të jepet tek ne të kuptojmë që në rast se Spaku do të ndërhyjë të bëjë hetim penal ndaj zonjës Spiropali apo familjarëve apo njerëzve të direkt apo indirekt, kuptohet qartë që drejtësia e Partisë Socialiste që edhe vetë zonja Spiropali ka votuar, drejtësia e menduar zotit Rama për zonjën Spiropali do të jetë reale, ndërsa për zonjën Balluku është imagjinare. Prandaj dua t'ju them që ky është skenar i rrezikshëm, lojë e bukur, por e rrezikshme për të zhvilluar sepse ai që do të humbasi në fund fare nuk është zonja Spiropali, pavarësisht sa çfarë pasojë mund t'i vi, por ai që do jetë më vulnerabël dhe do humbas do jetë zoti Rama.